Bashkëpunëtori i drejtësisë Artan Tafani dëshmoi përpara togave të zeza detaje për 17 episode kriminale. Pjesëtari i bandës së Laert Haxhiut, i cili u arrestua në kryeqytet pas grabitjes së një pike këmbimi valutor, Tafani përmendi detaje nga një ngjarje kriminale, ku në objektivin e tyre për të eliminuar ishte avokati Adriatik Guri. Sipas Tafanit, urdhrin e dha Haxhiu, pasi mendonte se Guri ndihmonte hasmin e tij. Tafani survejonte objektivin dhe qëndronte në lokalin ku shkonte avokati, por nuk mundi ta kryente vrasjen, pasi Guri është kushëriri i tij. Mora shtëpi me qera në Lushnje, do vrisnim avokatin Adriatik Guri, e ruaja unë avokatin, ndërkohë unë e kam kushëri, donte ta vriste Laerti sepse sipas Laertit, ky ndihmonte hasmin e tij. Këta njëkohësisht kishin kamerat e policisë, kishin edhe kodin, këta më ruanin edhe mua. Lulzim Arapi erdhi te shtëpia, solli një pistolet CZ me 2 silencator, vazhdonim ta ruanim avokatin. Unë rria aty te lokali ku vinte edhe avokati dhe i thash që nuk e bëj dot se e kam kushëri. E lam që do ta bënte Lulzimi, një natë na ikuaj, unë u përfshiva nga frika jo për lek. Do bëhet. Lulzimi ishte gati ta qëllonte, ishin te hyrja e pallatit duke pritur. Në një moment e dalloi një komshi aty dhe i tha: "Çfarë bën? Fati i avokatit e shpëtoi Zoti." Më pas Laerti e anulloi, tha nuk do e bëjmë avokatin. Laerti ishte në Greqi na urdhëronte nga andej, rrëfeu Tafani.